gola për 3 pikë për kurbinasit Armando Cungu, që ja dalin përballë një Elbasanit të pamotivuar dhe që tashmë prek fundin e tabelës së klasifikimit. Një takim pa shumë sforco për skuadrën e Laçit, e cila arrin të siglojë një tjetër rezultat pozitiv. Takimi i zhvilluar në Kamës për shkak se stadiumi Elbasan Arena vazhdon të jetë në fazë rikonstruksioni. Ka folur totalisht për miqt nga Laçi, që në minutat e para janë kurbinasit ata që dominojnë duke krijuar disa raste për gol, por mundësitë e krijuara nuk gjejnë finalizimin e duhur. Pasi kishin kaluar gjysmore nga starti i takimit, ka qenë James ai i cili ka zhbllokuar shifrat, duke kaluar në avantazh skuadrën 0-1. Goli i jep qetësi laçianëve që kërkojnë edhe golin e dytë, por rastet e krijuara nuk konkretizohen nga ofensiva. Djemtë e Cungut e mbyllin pjesën e parë në avantazhin e 1 goli. Fraksioni i dytë ka patur të njëjtën melodi, me një Laç që luan më mirë dhe kërkon dyfishimin e shifrave. Elbasani është i pafuqishëm për të reaguar. Sulmi verde blu është inekzistent përballë një mbrojtje të vendosur mirë në prapavi. Goli i dytë për skuadrën e Laçit vjen 15 minuta nga fundi i takimit. Portieri Elbasanit Ruçi i ka dhënë mundësinë e golit të dytë laçianëve pas penalltisë së shkaktuar. Moment ky që e ka larguar portierin e Elbasanit nga loja me kartonin e kuq. Për sipër 11 metërshin e merr veterani Arjan Sheta që nuk gabon por realizon duke volosur shifrat përfundimtare të një takimi pa shumë historik. Minutat e mbetura luhen sa për statistika pasi nuk sjellin ndryshime. Laçi merr 3 pikë e ngjisin në kuotën e 44 pikëve, duke qenë në rrugën e dur për një vend në Kupat e Europës, ndërsa Elbasanit i mbetet të respektojë kampionatin, pasi shpresat për shpëtim janë vetëm matematikore. Teuta humb ndeshjen, kuli mendjen, ndërsa Polonia futet në lojë për mbijetesën për herë të parë në 26 javë kampionat. 90 minutat decisive në Loni Papuqiu në sfidën mes dy rivalëve direkt kanë konfirmuar ngritjen e fierakëve që me mergjyshin arrin fitoren në dytë radhazi dhe çojnë në 3 serinë ndeshjeve pa humbje. Rëndësia ndeshjes kondicionon performancën e skuadrave, megjithëse Polonia që ka kontrollin e lojës. Fili dhe Uzuni nuk japin pika referimi dhe prapavia e BG-s ka të vështirë t'i kontrollojë, por avantazhi minutës së 24 vjen nga këmbët e kapitenit Dimo. Goditja e dënimit e numrit 2 nuk devijohet nga askush dhe përfundon në rrjet me Rizvanin të mundur. 1-0 dhe Teuta tashmë duhet të ndryshojë ritëm. Kotobelli provon nga distanca në minutën e 35 në një aksion të shpejtë të bregdetarëve, por goditja e tij devijohet nga mbrojtja. Apolonia vazhdon të jetë kërkuese dhe ushtron presion ndaj kundërshtarit që nuk arrin të organizohet. Mbi travers, goditja e Adekules në hyrje të zonës, ndërsa në fund të pjesës parë provon edhe një herë Dimo me goditje dënimi, por këtë herë Rizvani në një farë mënyre eviton rrezikun. Odo për Koreshin është lëvizja me të cilën rifillon lojën BG-ja dhe Teuta në fakt mund të barazonte me një herë rezultatin. Aksioni më i bukur i dursakëve nuk finalizohet siç duhet nga Çota, i vetëm në qendër të zonës. Nuk shënojnë për një neglizhencë në sulm, e ndërkohë pësojnë golin e dytë për një gabim në mbrojtje. Përfiton 18 vjeçari Renaldo Fili në minutën e 56 duke shtangur Rizvanin me një goditje të fortë. Goli i pësuar prek krenarinë e Teutës që mundohet me lëvizje individuale. Çota kalon në djath, por Çaković me këmbë devion goditjen e sulmuesit që fiton vetëm zëvendësimin nga BG-ja. Përgjyshi kërkon qetësi nga skuadra për të administruar rezultatin e dyfisht në kohën kur Teuta rrezikon gjithçka për gjithçka. Ngushton diferencën Kotobelli 9 minuta nga fundi, i sakt me kokë mes fushorin zhvillimet e një goditje këndi dhe rihapet sfida, por vetëm për pak minuta, sepse nervozizmi i kulit e lë Teutën me 10 lojtar. Bërryl në fytyrën e Dimos në tentativë për të liruar dhe Meta i tregon kartonin e kuq. Përfundon 2-1 humbja 6 radhazi për Teutën, që e ndjen tashmë diatjen e Apolonisë 3 pikë larg. Shumë gabime të bregdetarëve në këtë sezon mbi të gjitha ndaj dy skuadrave të fundit të Elbasanit dhe Apolonisë. Beson tashmë formacioni fierak që ngjitet në kuotën e 16 pikëve, duke bërë kështu interesante edhe fundin e klasifikimit. Gëzdari Laçi mund të quhet ekipi më i mirë për vitin 2015. Përveç dy barazive me Partizanin dhe Skënderbeun, ka 5 javë që vetëm fiton. Ne kemi thënë javë pas jave që Laçi ka një skuadër që nëse mundohet, edhe isha dhe sot isha i sigurt që do ta fitonte neshin, nuk e di pse. Por nga cilësia e Laçit dhe nga diferenca që kishin të dyja skuadrat. Kështu që nuk është Laçi përballet me Tiranën, me Parizonin, me Korçën, dinjitoz edhe i mund, edhe kështu që
detyrimisht edhe me Elbasanin do ta fitonte dhe nuk ka bërë gabime. Edhe jashtë, pra lunë mirë, ka fitu në Fier, ka barazu në Korç, ka fitu në Elbasan, pra është një skuadër që kur thash, unë Laçi mundet... Artilleri e rënd. është skuadër që të duhet të jetë në konsiderat. Kishte bë më pak gabime në fillim, do ishte mbase në grupin e katër skuadrëve. Mund ta quajmë të rënë Elbasanin në këtë pikë? Tani, këto tre ekipe janë, këtu duhet luftën, Elbasanit, Fierit dhe Teutës. E bukur e kampionatit në moment është hyrja e Fierit në lojë, sepse tani ekipet e para do kenë një kundërshtar më shumë. Sepse kur të luajmë me Fierin, Fieri natyrisht që do luajë për vetën e vet tani, sepse duke ofruar shumë dursit, gjithmonë do të tentojë që të marrë maksimumin. Prandaj e komplementoni çik atë që kemi thënë përpara që kush luan me Fierin, me Elbasanin e ka të lehtë pranë Terpishën, por tani është çik më ndryshe. Edhe me Durrësit. Edhe Durrësit, sepse edhe Durrësi vet duke qenë afër Fierit, do luajë çdo çën këtë ndeshje me Tiranën, besoj që do japi maksimumin, sepse ka frikën. Prandaj kampionati në këtë moment po bëhet shumë interesant. Këto 10 javë do jetë shumë interesant. Edhe lart në tabelë edhe në pjesën. Vlora dhe Shkodra kanë ngel domethënë që Shkodrën e shikoi ekip që ka shumë atri, kanë dëshirë të luajnë, po në ndeshje edhe bëjnë strapë domethënë. Edhe Vlora. Këto dy ekipet mund ta komplementojnë çka kanë. Okej. Bledi, pas 2 javësh shkoni në Laç. Si e mendoni si përballje? Mund të jetë e lehtë si e fazës parë? E vështirë? Përsa me thënë kjo e lejtë si e fazës parë. Si e fazës dytë? Në Laç s'ka qenë asnjëherë e lehtë, edhe në Korç me Laç. Sepse ne fituam në Laç, të gjithë paragjykuan dhe të gjithë paragjykonin me Laçin në Korç, por në fund ndoshta për fat keq tonin, po fatmirësisht për këta që paragjykojnë doli ndeshja ashtu si doli. Dhe Laçi është, do të thoja, personalisht mendoj që Laçi është ekipi më i vështirë për kundra të cilit unë luaj, personalisht. Është një ekip shumë i fortë, një ekip që vrapon gjithkohon, që bën pressing gjithkohon dhe normal që është më i vështirë, sidomos në Laç. Ne kemi ndeshje këtë javë me Shkodrën. Presim Elbasanin dhe pastaj do mendojmë për Laçin. Do të keni kohë, do t'i merrni fillimisht duhet t'i merrni përballjet me radhë që të mbani edhe kreun e klasifikimit. Mirë, të ndalojmë pak te gjendja e Apolonisë, Mërgjyshe. Kur erdhët në krye të kësaj skuadre kishte më shumë largime se sa afrime. Megjithatë besuat. Jeni optimist i pandrejshëm apo? Jo, kjo është puna jonë, si me thonë. Nëse merr një punë, atëherë duhet mundohesh bësh më të mirën tënde. Dhe më e mira ishte që duhet po s'besove vetëm mund t'ja injektosh dhe skuadrës. Dhe pavarësisht se kishim një periudhë jo të gjatë për të përgatitur skuadrën dhe pas largimeve dhe pas rezultateve të dobta që kanë pasur skuadra gjatë 2 fazave të para, u bën disa afrime, po merkato e janarit është e kushtëzuar, dihet nga gjithë që nuk të ofron shumë mundësi dhe u fokusuan më shumë tek lojtarët e rinj dhe lojtarët që ishin pjesë e grupit. Dhe aty them që është bërë një punë e mirë nga djemt dhe janë për të përgëzuar, janë lojtarë që po shfaqen, po rriten dhe po janë rilindur qoftë si formë fizike, qoftë nga gjendja psikologjike, qoftë Fili, qoftë Ozuni, qoftë Ysen Shaj. Të ndalojmë pak. Na fol pak më shumë për Filin dhe Ozunin. Janë 2 talente të reja që duket që... Fili është prodhimi e Akademisë Apollonisë, Ozuni ka ardhur nga Tomori i Beratit, erdhi në merkaton janar, kurse Fili ka qenë pjesë e skuadrës dhe një sezon më përpara. Janë të 2 lojtarë që tash së fundmi janë thritur dhe në ekipin U21, janë 19 vjeçar, janë lojtarë që kanë cilësi të mira teknike, sidomos Ozuni, por Fili ka një gjendje shumë të mirë fizike, është shumë i shpejt, vrapon shumë, është i kulldomdollur, godet mirë. Dhe unë mendoj që ato lojtarë po rriten dhe si personalitet, pra po i shërbejnë skuadrës dhe nga ndeshja në ndeshje po tregojnë një qëndrueshmëri që është shumë e rëndësishme për lojtarët. Megjithatë, si është e mundur që ka kaq shumë hapësira për lojtarët e rinj, ndërkohë që lojtarë më me eksperiencë, si Gërgja për shembull apo Ribaj, që nisin nga stoli sot.
Po Ribaj ka pasur një problem dëmtimi fizik dhe nuk është rekuperuar në kohë dhe momentin që tash është në gjendje që të luaj, skuadra po funksionon mirë dhe është shumë lojtar i rëndësishëm. Ne kemi bërë si një blerje për merkaton e janarit. Është shumë lojtar i rëndësishëm, po përdorin çdo ndeshje, por në këtë moment këto po paraqiten mirë dhe është vështirë që të ndryshosh. Pra, edhe kjo është një armë plus për skuadrën që lojtarë si Ribaj do kanë jo të vështirë, por do të gjenë momentin për ta rifituar edhe një herë vendin në formacion. Domethënë tani nuk po lën hapësira të rinj. Nuk po lën hapësira sepse rezultati dhe loja flet që po e meritojnë që të jenë pjesë. Gorgjo ishte kapiten në fazën e parë. Po, Gorgjo është pra pjesë e skuadrës. Në momente nuk ka shumë, nuk ka pasur një kondicion të mirë fizik dhe ndoshta edhe për ata që kërkoj unë duam lojtarë që më të shumë që të vrapojnë dhe jo Gorgjo ka karakteristika të tjera, por është lojtar që është pjesë e skuadrës dhe në momente të caktuara mund të na ndihmojë me eksperiencën e tij dhe qoftë me goditin që është dhe një armë e tij por unë do të thoja që një lojtar shumë i rëndësishëm për skuadrën është ky dhe sulmuesi Rajković, është pyka. Ai është lojtar 20 vjeç me cilësi fizike, me potencial shumë të madh fizik, është gati 1,95 lojtar i lartë, lojtar që lufton shumë, vrapon shumë, ban topin e parë dhe është një pikë referimi për skuadrën tonë, një frymëmarrje e lojës dhe Fili dhe Ozuni përfitojnë shumë nga loja e mirë dhe lufta që po zhvillon Rajković. Megjithatë, vjet përjetove diçka të ngjashme si kjo situatë me Besën dhe i druheshe aleancave që në fund zbritën edhe një kategori më poshtë. Si vjet i druheni? Po është tjetër situatë, vjetë gjithë arritëm në një emërus, ose janë koshient që Besa nuk e meriton të binte nga Superliga, megjithatë ky është futbolli, si vjetë jemi në një tjetër situatë, por ne do të shohim punën tonë, nëse nuk duhet merremi me aleanca, e rëndësishme është për ne që e rihapëm dhe një herë luftën për të mbjetesë, dhe ky është tash hapi i parë dhe edhe këtë kam thënë sot lojtarëve para ndeshjes që nëse ne do ta fitojmë këtë ndeshje që duhet ta fitojmë patjetër, atëherë për ne nuk ka më ndeshje, gjitha ndeshjet janë të rëndësishme. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për sportistët që çdo ndeshje ta bëjnë të rëndësishme. Sa pikë mendoni që duhet të marrë Apolonia që të shpëtojë nga rënja nga kategoria? Duhet marrë rreth 15 pikë. 27, 28? Unë kam përshtypjen që duhet marrë 5 pikë më shumë se Durrësi. Kaq. Po mori 5 pikë më shumë se Durrësi. 3 pikë jemi brava tash. 4 pikë. 4 pikë. 4 pikë. Po. Aq duan. Për dalë. Jo, themi 3 brava tash. Mirë, Muça e keni përmendur gjithmonë Apolonia si klub model. E kam përmendur sepse është një klub që natyrisht është me këmbë tokë, domethënë, dhe është organizuar. Është një klub që është dëmtuar nga mënyra se si zhvillohet kampionati këtu. Sepse po t'i hyjmë thellë pastaj me problemet e fair play financiare me këto të tjerat. Fieri është një klub që nuk ka presione të tilla, domethënë. Luan edhe në kategori të parë, luan edhe superiore. Një vit, domethënë, luan me merit. Po. Luan me ato pak financa që ka, mundohet të ketë nxjerrje edhe lojtarët e akademisë. Dhe natyrisht një klub me këmbë tokë, nuk është klub që bën shpenzime të mëdha, sepse duke qenë një shoqëri aksionere, privat, shtrin këmbët aq sa ka organe dhe natyrisht klubet të tilla janë dëmtuar në këtë sistem që e zhvillojmë në kampionat. Lidhje, duke qenë se je trajner në akademi, të bëhet qefi që tek Apolonia kanë gjetur hapësira 19 vjeçar dhe po kanë mundësinë që të shpërfaqen? Sigurisht është diçka e mirë, edhe pse Apolonia është në atë vend ku është, po lufton për mbijetesë, po i jep një bukuri tjetër fundit të renditjes. Sigurisht që këtë e shohim nga Apolonia, po të rinjt i shohim edhe ke Vllaznia, ka të rinj me perspektivë, ashtu si edhe ke Teuta e Durrësit. Kështu që asnjëherë të rinjt gjithmonë rigjenerojnë edhe ekipet, edhe gjithmonë do ketë lojtar të rinj që do vinë për ekipet e parë. Problemi është dhe i tillë që kanë strategji të tilla këto, ky klub më pëlqen sepse ka strategji të tilla që nuk e bën dramë domosdoshmë që del apo s'del nga kategoria. Ka klube të tjera që e bëjnë hyrje te Vllaznia
problemet të mëdha. Nuk e bën Është normal, është futboll, e di që aty është. Nuk e bën dramë. Jo, nuk e bën dramë sepse nuk ka shpenzime të mëdha siç ka Tirana, siç ka Korçë, siç ka Partizani, siç ka në këtë kuptim e them. Kuksi etj. Këtë kuptim e them. Aty ka shpenzime shumë të mëdha. Aty janë shpenzime në infrastrukturë që është një infrastrukturë më moderne në Shqipëri, domethënë. Nga më të mirë. Kjo është për të marrë shembull. E para dhe e dyta dosha të shtoshe që unë jam shumë i lumtur që po punoj tek Apollonia për arsye sepse aty respektohet institucioni i trajnerit. Domethënë është klubi, po them, më i mirë në Shqipëri përsa i përket institucionit të trajnerit. Aty nuk ka keni drejtuar edhe Dinamon. Dinamon, Kavajën. Jo, diferenca midis në infrastrukturë. Patjetër, domethënë pa Dorash ka mund të them që aty ndjehesh tamam në punën tënde, je i qetë, nuk ke asnjë presioni, vetëm se telefonin duhet ta kesh me 2 bateri. Telefoni nuk bjen fare, nuk ka lidhje me radhë telefonit. Me 2 bateri. Mirë, ajo kontatë që qenë tim duket atëherë. Nuk e di, po. Do ta kesh me 2 bateri. Nuk ka lidhje. Dhe se harrova se Koço tash ti është bë deputet dhe s'ka kohë më me futbollin. Nuk ka lidhje fare. Është bërë më i bukur kampionati tani që Laçi synon vendin e 4, i bën presion Partizanit për shembull dhe Apollonia i bën presion Teutës në fund të tabelës? Logjika sa më shumë rivalitet ke domethënë aq më i bukur kampionati. Duke pas ndeshje gjithmonë ca i paragjykojmë, ca i parashikojmë lehtë, domethënë kjo pastaj ç'a bukurie do ketë kampionat. Kështu që nëse i bën njëjtin presion Apollonia, bile Apollonia ka vënë vërtet në trysni tani Teutën sepse kishte edhe një diferencë pikësh që dukej kështu si komode domethënë tabelën e klasifikimit. Tani e vëm presion jo vetëm për rezultate, por edhe tani duhet dy fishe ka problem trajnerët ose stafi teknik i gjithë që ta përgatitin skuadrën nga ana psikologjike për të hyrë në ritmin që e kishte humbur. Në fundit me çinë ka Durrësi me e keni më Durrës apo atje? Durrës. Kështu që edhe e njëjta pastaj me Laçin me Partizanin. Okej. Njëra fjalë më thonë. Mirë, shohim disa raste në këtë ndeshje në Moviol. Kemi kartonin e kuq të Kulit. Bledi? Unë e kuptoj pse më pyesni mua, ato të mia s'kan lidhje fare. Bledi vetëm sa shtyr. Gjithsesi, është kartoni kuq? Kjo është zi, normalisht. Kulin e njoh ashtu dhe dimi. Faulla ka vënë. Edhe është e pamundur mos të themi kartoni zi. Ky kartoni zi do nga i kuq bëhet i kuq i errët, shkon drejt zi. Vishnje. Okej. Është kartoni kuq, Gëzdari? Kartoni kuq, pa diskutim. Është dhe i rrezikshëm se mund ta dëmtojë lojtare çane. Pozitë ndryshme. Okej. Kuli s'para i bota apo? Kuli s'para i bota thonë. Po, sigurisht. Shkojmë pëson Dimo. Këtë shohë ka pas. Ndërhyrje. Ka shënuar dhe gol sot. Dhe do ta vizitojmë edhe javës që vjen, sepse do jetë pjesë e emisionit për te futbollit. Dimo na mungon shumë, vetëm këtë mund. Jo, unë desha të pyes pse Fieri më shumë i ka nikë se si kanë ardhur? Po. Kush ka ikë 7 lojtarë? Ai shumë 7 lojtarë. 7 lojtarë. Mos i rikthehemi kësaj sepse duhet të ecim. Ndërkohë kemi edhe golin e Dimos për të zbuluar a është i Dimos vërtet apo jo? Dimos. Nuk e ka prek njëri. Ati i ka bëri çik rikoshet. Ai do të heqë dhe golin Dimos. Bledi ishte i kthyer tekur e the që ishte i Dimos. Po të kishte flok do dukesh më mirë. Ka një pretendim për pozicioni jashtëlojë, se për këtë në fakt po e transmetoj. Ne mban 5 në lojë. Ishte 6-a, Braja. 6-a, 5 kush është? 6-a, Braja ishte. Po tash ja këtu. Okej. Mirë. E mbyllim këtu dhe me Moviolën, ndërkohë, siç e thash edhe pak më parë, Ledo Pano është sot në studio sepse për të 6-tin vit rresht organizohet një kup me emrin e Panajot Panos, legjendës së futbollit shqiptar, me iniciativën e kolegut tonë dhe gazetarit Dëfrim Metasani. Do ndjekim një kronik të Alban Hasanit dhe më pas kthehemi të diskutojmë pak edhe për këtë.